Ervin, të përshëndesë, Dritan Gjika, 47 vjeçar shqiptar, por që në fakt në Shqipëri është i pastër, por nuk ndodh kështu në Ekuador, apo jo? Për çfarë akuzohet ai? Dritan Gjika në fakt u kthye në njeriun më të kërkuar të drejtësisë së Ekuadorit, pikërisht për shkak të lidhjeve që ai kishte me kriminal vendas, por edhe me trafikantë të lëndëve narkotike, duke u cilësuar si kreu i grupit mafios shqiptar që bënte edhe operimin në Ekuador për sa i përket lëndës narkotike dhe më pas transportimin nëpërmjet bandave të tjera që operonin në gjithë Europën. Për shqiptarët ai njihej si Shkodrani për shkak edhe të origjinës së tij, pra që kishte nga Shkodra dhe i lindur atje, ndërsa si duket për vendasit në Ekuador, por edhe lidhjet që atje kishte, njihej me Nofkën Toni, ndoshta edhe për një krahasim me Tony Montanën, të mafiozin e famshëm, ndoshta mund të ketë qenë kjo arsyeja dhe Nofka e tij, pra që është vendosur Toni, ndërsa në Ekuador ai të paktën sipas asaj se çka rezulton rezultatet e policisë atje dhe në skedaret e tyre, pra ka hyrë që në vitin 2009, fillimisht si një turist i përkohshëm, ndërsa më pas ka arritur që në vitin 2013 që të marrë një leje qëndrimi në Guayaquil dhe më pas ka nisur edhe si duket operimin dhe të gjithë organizimin e një grupi bandësh kryesisht me shqiptarë që ka arritur t'i marrë nga Shqipëria për t'i vendosur atje dhe miqtë e tij, por duke krijuar edhe lidhje si me politikën, ku lidhjet e tij ishin aq të forta sa arritën deri tek ish presidenti i Ekuadorit Guillermo Lasso, pra që ka mbajtur edhe postin e presidentit nga viti 2021 deri në vitin 2023. Këto janë të faktuara edhe nga provat e prokurorisë së Ekuadorit dhe lidhjet e tij që kishte arritur të krijonte, ku nëpërmjet mund të themi një biznesi që filloi të krijonte atje, arriti që t'i bënte në 13 biznese, kryesisht që merreshin me transportin e frutave apo edhe sendeve të tjera apo edhe materialeve të tjera në drejt të Bashkimit Evropian, ku në to është zbuluar tonelata kokainë që kalonin nëpërmjet bizneseve të Dritan Gjikës. Në Ekuador ai fillimisht ka qenë i pastër, ndërsa më pas emri i tij u lakua si pra kapo banda apo kreu i një organizate shqiptare që operonte atje, ku në vitin 2021 fillimisht doli emri i tij, ndërsa më pas u godit edhe në vitin 2024, ku u shpall në kërkim ndërkombëtar për herë të parë pra Dritan Gjika dhe më pas u vendos në lojë edhe Interpol deri në arrestimin e tij. Në fakt Dritan Gjika, përveç profilit që kishte si biznesmen, pra kjo ka qenë edhe roli i tij, pra jo vetëm trafiku lëndëve narkotike, por të krijonte edhe profilin dhe njohjet e duhura, si me politikan, por edhe me biznesmen, në mënyrë që të kamuflonte edhe trafikun e lëndëve narkotike. Ai ka pasur lidhje të ngushta të paktën sipas hetuesve edhe me Dritan Rexhepi, një tjetër emër shqiptar që ka bërbuj në Ekuador për shkak të lidhjeve me trafikantët narkotikëve atje apo me trafikun e lëndës, pra siç është edhe kokaina, i cili është ekstraduar vetëm pak kohë më parë në Shqipëri dhe për të përballet me drejtsinë shqiptare për vepra të tjera penale, dhe roli i tyre pra ka qenë që të menaxhonin gjithë trafikun e kokainës dhe sigurimin e kokainës në zonën e Ekuadorit, ku jetonin edhe të paktën sipas policisë në zona rezidenciale në Guayaquil, që pak veta mund kishin mundësitë, por si duket Dritan Rexhepi dhe Dritan Gjika kanë mundur që të jenë pjesë atyre zonave pikërisht për shkak të lidhjeve, zona ekskluzive një ndryshe ku jetonin edhe politikanë të shumë për shkak të edhe trafikut të lëndës narkotike. Për sa i përket pra këtyre dy emrave, si duket Dritan Rexhepi tashmë i ekstraduar në Shqipëri, lidhjet dhe gjithçka që kishte krijuar atje që prej vitesh ja ka kaluar Dritan Gjikës dhe ky fundi tashmë i arrestuar në Dubai dhe pritet të ekstradohet në Ekuador. Emri i tij rezulton, duhet theksuar, i pastër si në Europë, por edhe në Shqipëri, dhe vetmet vepra penale që akuzohet janë në shtetin Ekuadorit, që tashmë pritet edhe ekstradimi i tij. Kuptoj mirë, Ervin. Të falenderoj për këtë informacion që përsolle.